Mirë mëngjesve njerëz të bukur, si jeni, si po kaloni? Kalojmë ditën së bashku sot, kemi një ditë shumë të ngarkuar këtu, me punë, me shkollë, me të gjitha këto. Nuk është mbyllur shkolla akoma në Angli, mbyllet nga mesi korrikut, që kështu le ta kalojmë ditën së bashku, bëhemi gati se jemi me pijame. Nga lartë do vesh këtë këmishën, edhe bën shumë vap këtu në Angli, filloi vapa prapë. Nga poshtë do vesh këto pantallonat që janë si treqerekshe, do të tregoj tani, edhe le të shpresojmë që nuk do picasin nga vapa. Ja edhe pantallonat. Janë deri këtu. Do vesh atlete nga poshtë, po jo tani, edhe këtë gjypin nga lartë. Vetëm që tani duhet të përgatit mëngjesin e djalit, ndaja e jeni. Cili është problemi tani? Problemi është se të gjitha gjërat që ja e blej djalit që të marri në shkollë, vetëm i hanë në shtëpi. Kostra e çdo gjë, edhe ai s'kam ç'ti vë në shkollë, do t'i vë të djathtin. Duhet vetë të përsojë. Do vete sot në pazar se s'kam as fruta asgjë, ha këtë bukën, që është e butë, do t'i vendos edhe në shkollë të hajde tani për mëngjesë. Për mëngjes tani do t'i vë këtë dardhën t'ja laj, nga që kam punuar çdo ditë me turne të gjata, edhe nuk arrit të shkoj në supermarket. Shkova në supermarket, po që thosh djali i hëngri të gjitha ato dhe unë nuk e vura re. Që kështu sot do ketë një 2 gjëra më pak në shkollë, ç'a t'i bëj unë, le të haj buke djathtë e kështu. Ç'është kjo? Dardhë. Nuk do t'i vë gjë tjetër. Dalë shikojnë nëse ka lënë ndonjë gjë. Ka lënë një kos, të cilin nuk e pëlqen. Thotë nuk po pëlqen, ka shije të shpifur. Edhe vetëm atë ka lënë. Ç'tja sa për të quajtur që ja vura me vete. Tani të haj dardhë këtu. Për mëngjes, atë për typet ai dardhën për 2 orë. Kur jap rrush për mëngjes kështu i kapton me një herë. Kuptuam thoni. Ja, dhe çdo gjë duhet të shkoj në supermarket. Edhe fete fundit e djathtit që ta haj tani për mëngjes. Kur është në shtëpi me mua, nga që ha unë këto, i ha edhe ai. Do t'i vë një me vete në shkollë. Në qoftë se ha, okay, në qoftë se nuk e ha, nuk kam ç'ti bëj. Këto i vura sot për në shkollë. S'ka gjë 2 gjëra le t'i haj, se kur i vë shumë pastaj ja nuk i ha. T'i jap edhe një çik kështu. Nuk e di ku ndërprej video, se merr edhe burrin telefon, nuk të lëre ha të bësh një video. Se më shkoj mirë mëngjesi. Do t'i hedh edhe një çik lëng portokalli. I mirë është. Vetëm që unë nuk ha dot kaq shpejt mëngjes. Kur kthenem nga puna. Edhe ky është mëngjesi. Nuk do as vez asgjë, mos më akuzoni që është i lehtë. Kto i bëra. Sa më e vështirë çdo mëngjes është të zgjoj djalin. O zot, ky momenti është. Mos e pyesni. Le të ketë flerë në çort doj në darkë. Nuk zgjohet lehtë. Edhe sot duhet ta zgjoj dhe më shpejt se duhet të jem më shpejt në punë. Po hajde të zgjohet tani ai. Si po flet. Shikoni kohën, sa do që duket e frejtur. Është shumë grohtë. Kucu mama. U zgjua më në fund edhe djali. Duhet të them që sot u zgjua lehtë. Nuk ishte e vështirë. Do të them se më tha mua, sot e kemi ditën pushim, i thashun jo, shkollë. Thash se ishte pushim, andaj u zgjua. Kuptuat se mendoj se ishte shtunë. Kërkoj dhe shpejt të gjitha outfitin se çfarë do veshë. Këto janë atletet që shkojnë edhe me pantallonat edhe me këmishën, se janë blu me të verdhën, rastësisht. Do marr dhe këtë gjypin nga lartë, të cilin besoj se do ta heq më vonë, se bën vapë. Po, tani do ta mbaj për rrugës. Dhe
çandë, do marrim këtë. Që të vëtë sa gjera, do marrë edhe këtë çandën me vete se do vete edhe në pasar. Do ta fut brenda pasi të mbaroj shkollën. Do ta fut brenda dhe kjo çandë se pasi tani të mos e harroje. Se do më duhet të blej fruta e perime njerëz. Qysh. Të gjitha gjërat bashkë. Edhe jemi gati të ikim. Gati jeni. E jeni. Para se do dalim nga shtëpia, parfum, 1 kile. Se është i preferuari tim edhe është i vetmi që nuk më jep. Ti bie koke. Sado që kam gjithë ata parfume, nuk më pëlqejnë. Nuk më pëlqejnë. Duke se ku më japin dhimbje koke. Nejse. Syzet se kemi diell. Gjykën kot që vesha, e thashun. Bën vapë. I kam gërvishur syzet. Më thoni që nuk i kam gërvishur. Ja. Deshi theva. Edhe jemi gati të ikim. Ciao. U thash që bën shumë vap. Gjypin e hoqja. Po mjetë të heqja dhe këmishën. Kaq vapën. Po thonë sot. Sala është djali në shkollë. Edhe po ikim e vrap të shkolla ime. E sa të vete do bëjmë në tjerësim. Edhe kjo është pjesa më e bukur e rrugës që më pëlqen mua që eci çdo ditë. Nga që ka këto pemët këtu. Edhe për diell dhe për shish perfekte. Kalojme edhe urën. Ure, malje, fusha. Që dhemi në punë. Sa mbarova turin e parë nga mësimi. Edhe tani po iki te marketi të blej disa gjëra, fruta dhe perime. Të vete të ha mëngjesin, të pi një kafe edhe të vi prap në punë. Nuk e kam larg nga shkolla. E kam në rrugë. Para se të vete në shtëpi. Që kështu po shkoj me këmbë. Edhe do vi burri me makinë të më marri pastaja. Se kuptohet që do marrë gjëra shumë. Shikoni sa afër që është marketi. As 1 minutë larg. Edhe ka nga të gjitha gjërat. Nga të gjitha fruta dhe perime. Ka dhe bukë. Do marrë dhe bukë të freskët. Edhe di burri të më marri. Jo se jam larg nga shtëpia, po duhet të haj edhe ky mëngjes ndaja. Edhe shkojnë se që më ka vënë nga pas. Dale. Janë gjërat që mora, du të tregoj në shtëpi. Sa arrita në shtëpi, tu tregoj shpejt e shpejt se çfarë bleva. Ta ha mëngjesin edhe fikim prap në punë. Bleva bukën, që mbase do ha tani për mëngjes të shkoj në të di, se kam dhe bukë të tjera. Bleva këto qërshitë, se i pëlqejnë djalit. Do t'u them në fund sa bënin të gjitha, 2 avokado. Ti vë drejtë në vëndë. Bleva rush, se i pëlqejnë djalit, edhe në pëlqejnë rushi. Mora 2 lloj, edhe të kuq edhe jeshil. Maruli, si thuet, lakër, salat. Edhe karota. Këto mora. Edhe këto bën të gjitha 20 pound edhe 50 pence. Sa i bie në euro tani? 23, 24, diçka e tillë. Çfarë përgatita për mëngjes tani? Ku e kam kafen? Prisni se harrova këto të kafes. Ku do ta hedh? Për mëngjes tani përgatita ca ullinj, 1 çik salskosi, kështu lëng frutash, lëng portokalli, është në fakt. Për mua do përgatit dhe një kafe, burri kafen e pi jashtë. Ka pi një 3-4 që nga mëngjesi, nejse edhe ora është 10 e mëngjes të akoma. 10 nuk është, po që mëngjes është.
e dy plugë. Do pi ca gllë kafe tani, pastaj do iki në punë edhe do ta mbaroj kur të kthenem në punë. Vendosa disa sanduiç që të piqen. Vendosa këta sanduiç që të piqen me djath, buka për burrin, pitja për mua, disa vezë që po zjejnë këtu. Jemi gati. Mënyra si e pastroj unë vezët, se janë vezë të freskë këta, edhe janë nuk pastrojnë lehtë. Duhet ta dini që vezët që janë bio nuk pastrojnë aq lehtë sa vezët e supermarketit. I pastroj me lugë. Burri po vjen vërdall, po vjen vërdall. I pastroj me lugë edhe del veza me një herë. Kafja po bëhet, vezët janë gati. 2 për burrin, 1 për mua, edhe 1 nuk e dia do ta hap, se nuk më hajt shumë. Të hedh edhe këtë para se të nxjerr. Kafja është, zilja e derës është, dhe gjitha bashkë janë. Në fakt mos e shumë për mua se do pi dhe kafen. Edhe nuk pi të gjithë këto gjëra të gjitha bashkë në mëngjes. Kafja është gati. Gota i mere. Kisha një tjetër, nuk e di ua kam thënë juve këtu. Ishte më e gjatë, mu thye për ditëlindje të djalit. Hajt atje të vej syrit, ajnë qa të bëjmë njerës, u pa puna, edhe porosita një të re. Prisni. Shkoni sa e bukur. Më shkoni edhe me thojt, ua. Fantastike. Tostët. Jemi gati që të hamë. Një sekundë. Sam, food is ready! Okay, mama. Ky është mëngjezi. Po tregoj nga afër mëngjesin. Ky është i burrit, bashkë me lëngun e frutave, ullijë, salckoshi dhe ky është timi. Të na bëj mirë. Sa mbaruam nga shkolla dhe nga puna, edhe erdhëm ulëm në një lokal të ham akullore. Se bën shumë vap sot në Angli. Yeah, I know mama that you're boiling. I'm boiling. Edhe Like hell. shkoni sa vap. Yeah, mama. No, you have to wait for me. Akullorët. Nina, can I taste yours? Do you want to take? Ka gjvapse se meni me mend. O zot. U poqëm. Pasi hëngrëm edhe akulloren, po ikim në shtëpi tani. Të çlodhemi, djali hëngri pizza, hajde, e lejova për sot. Bën vap njerëz. Anglia nuk është mësuar me vap. You can go. What's that? Po kalojmë nga parku që të fshehemi në pemë. Edhe për futbollin. Arrim në shtëpi të çlodhemi. Erdhëm në fund në shtëpi. Chelsea. Akoma një vlog nga dita në Angli, arriti në fund. Të vedo të najtë të bëj një dushë, se nuk duroj do të azorobat që kam veshur. Faleminderit shumë që ishit edhe te kjo video. Shifemi në një nga videot e radhës. Të kaloni bukur!